Blerja e aseteve ruse duke se kamatit ishte nga Kremlini. Pasi ata vetë e kanë bërë një zyrtar njoftimi që ne jemi një dialog për shitjen e aseteve, pasi mund të themi që Hungaria është një blerës desnik i energjisë ruse dhe produkteve të energjisë ruse. Ata akoma vijojnë të kenë shkëmbime në fushën e kulturës, farmaceutikës dhe të tjerë. Rusët janë duke përmbyllur ndërtimin e centraleve të reja bërthamore në Hungari PAKSH 2, të cilat do ta mundsojnë në Hungari me energji të pastër atomike për të minimizuar të themi të varësinë që Hungaria ka nga gazi, nafta e produktet e tjera. Duke kthyer Hungarinë në një vend 15 që është le ta quajmë self-supply, është në anglisht, pra që e prodhon vetë energjinë e tij të konsumit edhe blen, me thënë diversifikimi që ne e quajmë ndryshe. Njëkohësisht kjo do ta kthente Hungarinë në një superfuqi të energjisë. Flasim nga ana infrastrukturore, nga ana aksioneve të tjerë. Hungaria do të kthejë jo vetëm një superfuqi energjetike në Evropën qendrore dhe atë lindore, por do të mund të diktonte konditat e saj kundrejt burokratëve ose administratës burokratike të Brukselit. Hungaria do të kthehet në një superfuqi energjetike të Evropës qendrore dhe asaj lindore, pasi pozicioni i Hungarisë, që do të ketë të gjitha tubacionet dhe infrastrukturën energjetike që do të ndihmojnë në lidhjen dhe transportin e gazit, hidrokarbureve, vajit, që është një nga materialet më të domosdoshme për industrinë evropiane lindore. Në Hungari, në Çeki, edhe në Austri dhe Gjermani, ne dim se çfarë impakti pati vënia e sanksione kundër vajit, naftës dhe gazit rus në ekonominë gjermane. Qartë. Pra, kjo do të krijojë atë që ne mund ta quajmë tani fantazi politike deri në një farë mënyre, ku Hungaria do të jetë uralise midis produkteve të naftës, gazit, vajit rus në tregut evropian. Pas ata do të kenë infrastrukturën, statusin e një vendi të BE-s, përjashtimin nga sankcionet amerikane, që do të lejohet ta blejnë naftën, gazin, vajin, benzinën, çka që kërkuar nga ekonomia evropiane, dhe ta rishesin. Qartë. Është një logjikë e thjeshtë, dhe që sot ndiqet nga shumë vende. Flasim Bashkimi Evropian, ka blerë me miliarda euro produkte të naftës, gaz ose vaj nga vendet post-sovjetike, por është në mënyrë qesharake gjithë fuqitë e naftës të tjerë shkruajnë Gazprom, me thënë që është naftë ruse, gaz ruse të tjerë, por ato bien nga Kirgistani, bien nga Gjeorgjia, bien nga Turkmenistani, dhe quhen që nuk janë ruse. Pra një rishitje e produktit. Ose siç e ka bërë Bielorusia deri para sanksioneve, që ata blinin gazin me naftë ruse dhe rishisnin. Ata nuk quhet gaz ose naftë ruse, ata quhet bieloruse, gjeorgjiane, kirgize të tjerë. E ta gjithë do ndodh nga Hungaria. Sigurisht. Hungaria ka mundësinë nga SBA të blejë në tregun rus. Rusët e kërkojnë këtë gjë. Sigurisht. Ata mund të kenë dakordsuar që ne t'japim një infrastrukturë, ti ke pozicionin si vend evropian. Ne mund të bëjmë rishqitje, ne mbajmë një përqindje, 30-40%, dhe ti mban shumica. Dhe të gjithë janë të lotur. Mirë, dua të kaloj tek një takim tjetër shumë i rëndësishëm gjatë fundjavës, që ishte ai mes presidentit rus Vladimir Putin dhe kryeministrit të Indisë Narendra Modi. Në fakt ishte vizita e presidentit rus së bashku me një grup ministrash dhe biznesmenësh rus në New Delhi në Indi. Ishte një vizitë goxha pompose, po them edhe në opinionin publik. Megjithatë, nuk u duk se marrëveshjet ishin aq të mira ose aq të mëdha saç u fry po themi vizita. Si e pe këtë vizitë? Atëherë gjatë fundjavës, presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një vizitë 2 ditore në Indi,
Kjo është vizita e dytë në Indi që pas vitit 2000, Po. ku ai bëri turin e tij presidencial të parë kur erdhi në zyrë. Vizita pati një itinerar shumë të ngjeshur në një farë mënyre. Ata vizituan varin e Mahatma Gandhit, babait të pavarësisë së Indisë, morën pjesë në një ceremoni zyrtare mikpritje, një darkë zyrtare mikpritje, në bisedimet midis dyja departamenteve shtetërore ruse ose administratës që ne e quajmë ruse dhe asaj indiane në zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale. Dy pikat kryesore që forumi ekonomik Rusi-Indi, një platformë shumë unikale, shumë ndryshe nga çka që më parë në konstruktuar marrëdhënia midis Indisë dhe Federatës Ruse. E paka shumë e ngjashëm me forumin që Rusia aktualisht zhvillon me Kinën. Forumi ekonomik Rusi-Kinë, që domos pas 2022 këto forume janë këtyre të përgjithshme paka shumë. Më pas ka qenë edhe lançimi ose inaugurimi i RT India, ose ajo që ne i quajmë Radio Televizioni India, pjesë e grup medias Rasia Сегодня, ose Rusia Sot. Një nga mediat më të mëdha ruse që është e përhapur shumë, jo vetëm në hapësirën post-sovjetike, por edhe në Kinë, Amerikën Latine, vendet arabe. Pra është një media shumë e ndjekur, edhe në Amerikë. Amerika së fundi e hoqi nga lista e mediave që ishin të bllokuara gjatë kohës së presidentit Biden, dhe vetë shumë pjesë të administratës së presidentit Donald Trump e ndjekin ato si media. Pasi kualiteti i saj është mjaft i lartë, le ta quajmë. Kjo ka dhënë edhe shenjën e fillimit ose të ekspansionit të fuqisë të butë, ose asaj që ne i quajmë soft power në anglisht, të Rusisë, që vjen përgjithsisht nga ana e kulturës, në bashkëpunim mediatik, bashkëpunim kulturor, bashkëpunimit në fushat humanitare e të tjerë. Pra shtrihje kësaj fuqie të butë ose kësaj fuqie indirekte të Rusisë në Indi, gjë që India vetë ka pranuar dhe ka kërkuar nëse i balans kundrejt influencës disa shekullore anglosaksone, britanike dhe amerikane. Dhe që ka sjell atë që ne mund ta quajmë rreshtimin oficial të Indisë në vendet kritike të hegemonisë perëndimore. Kjo kritika e Indisë ka qenë me kohë. Që në vitin 1961, që është përmendur nga presidenti Putin në fjalimin e tij, ku India pati luftën me Portugalinë, e cila nuk u mbështet nga fuqitë perëndimore, Franca, Amerika, Britania e Madhe e të tjerë. Ajo është një luftë çlirimi kundrejt kolonizimit portugez në Indi, dhe vetëm Bashkimi Sovjetik vuri veton dhe ofroi suport diplomatik, ekonomik dhe ushtarak për Indinë. Dhe kjo gjë duke se hodhi themelet e miqësisë sovjetike indiane, më pas ruso-indiane ditën e sotme. Pasi presidenti Putin dhe diplomacia ruse e elaborojnë shpesh këtë gjë, që ne kemi ndihmuar Indinë në luftën për independencë, ne kemi ndihmuar në krizën e Portugalit, ne kemi ndihmuar në këtë kozmonauti i parë indian u përmend ka qenë i dërguar nga Bashkimi Sovjetik në kozmos, e të tjerë. Më pas zinte marrëveshjet, siç e thatë juve, më shumë kjo vizitë kishte një aspekt diplomatik, kultural, le ta quajmë publicistik. Më tepër publicistik. Sepse ne dimë që perëndimi para vizitës Evropa perëndimore kryesisht, por vazhdonte të elaboronte këtë trumpetën që ne i quajmë që Rusia është e izoluar, Rusia ka vetëm Kinën dhe Korenë e Veriut, të tjerë. Nuk është as pak e vërtet. Qartë, dhe kjo ka treguar në fakt. Veç Kinës, Koreas së Veriut, janë shumë të tjera që bashkëpunojnë Rusinë, flasin Vietnam, Laos, Brazil, Arabi Saudite, Katar, Egjipt, Algjeri. E vërtet është. Vendet Azisë Qendrore dhe së fundi India.
Dhe nëse kjo do të llogaritet në kuadër të popullsisë, Rusisë nuk i duhet shumë Evropa, se sa i duhet Kina dhe India. Pra dy tregje që së bashku bëjnë mbi 3 miliard E banor. vërtet është. Ekonomi që Kina dhe India te i kalojnë Evropën dhe SBA-n në një ekonomi të bashkuar flas. Nëse ne do të llogarisim së bashku ekonominë e tyre. Po, Evropa dhe SBA-ja si popullsi nuk bëjnë 1 miliard. Evropa dhe SBA-ja pra nuk bëjnë 1 miliard si popullsi. Po, ato 600-700 milion banorë në dy bashkë. Po, Ndërsa Kina ka 1.5. Po, edhe India 1.5. 1.6, 3.1 miliard banor tregje dhe konsumator. Po. Nuk ka nevojë për të shkuar shumë larg për të kuptuar që disbalancat janë E vërtet, demografike, po. Njëkohësisht. Kur ishte marrëveshje bilaterale nuk pati shumë, por Rusia ka hapur zyrtarisht dyert për investitorët indian në politikën e saj të ngjashme me atë të investitorëve kinez. Pra mund të vini të investojnë, do të ketë lishmëri, do keni statusin e vendit të quajmë miqëstor dhe partner strategjik. Qartë. Njëkohësisht, investitorët rusë është hapur rruga për tregjet indiane, diversifikimin e valutës së huaj që hyn në Indi me rupjan indiane. Po. Pasi ne dimë që Rusia kërkon ta balancojë këtë influencën e jenit kinez dhe dollarit, që janë dy valutat më të përdorura aktualisht, me valuta të tjera. Njëkohësisht, një trajtim i veçantë ishte edhe i çështjes së sanksioneve dhe blerjes së vajit rus nga sanksionet amerikane. Siç e dim, media kryesisht perëndimore ka propaganduar që sanksionet e kanë ngjitur vajin, është ulur tregtia ose është bllokuar totalisht. Pak a shumë kjo nuk qëndron në terma real në teren, pasi askush nuk mund të kontrollojë në teren. Ne themi që Rusia dhe Kina kanë ulur blerjen e naftës dhe vajit, por kufiri ruso-kinez është kufiri sot më të aktivët në botë. Për transaksionet midis të transportin e madhe të produkteve që askush nuk e di nëse këto janë vërtet madhe produkte apo janë naftë, janë fuqi nafte, janë depozita gazi të tjerë. Pra nuk mund të thuaj që diçka është bllokuar, dhe shumë pyetje janë çuara nga ana ruse që diçka vijon. Ata kanë thënë sanksionet nuk kanë bërë asnjë prekje, diçka e të dëmshme. Njëkohësisht, presidenti Putin dhe Rusia kanë dhënë një mesazh të qartë që ne nuk jemi të izoluar. Dhe kjo gjë duket se është përkthyer edhe nga mediat perëndimore, ku shumë analistë britanik dhe amerikan, ka shkruar në gazetë si New York Times, që politika do kishoteske e Bashkimit Evropian, sidomos e komisionerëve e të tjerë, qartë. është gjëja më e mrekullueshme që po i jepet Rusisë. Sepse sa më shumë që retorika e luftës vazhdon, sa më shumë që këta politikanë denigrojnë vetveten me gjuhë agresive, me një gjuhë le të quajmë poshtërimi që ata përdorin kundër Rusisë dhe gjithë aleatëve rusë që ata parapëqejnë t'i quajnë, shumë vende kanë akoma jonën e kolonizimit. Në kohën ku kryeministri Stamer thotë që multipolariteti është gjëja më e keqe që mund të ndodhë njerëzimit, pra do të thotë që ti kërkon të mbash hegemonin tënde apo jo. Ti kërkon që ti jesh lider, po pse do të jesh ti lider? Si mund të jetë lideri Britania me 60 milion banor dhe jo India me 1.6 miliard banor? Kush e jep atë të drejtë? Qartë. Kjo është një nga pyetjet që është ngritur nga media ruse dhe që ka pasur shumë javë në Indi dhe shumë indian dakordsohen me këtë mendim, pse ne duhet të shikojmë si një vend i tretë ose i katërt. Shumë vendet afrikane njëkohësisht, Nigeria, Afrika e Jugut, Egjipti, pse do të shikojmë ndryshe? Qartë. Në kjo ka sjell atë që ne quajmë ose që mund ta quajmë rënien e besueshmërisë në Bashkimin Evropian dhe bllokun Euroatlantik midis Bashkimit Evropian dhe Amerikës. Dhe njëkohësisht atë që lëvizja e fundit që po kërkohet ndërmerret, pra marrja e aseteve të ngrira ruse, duket se jo vetëm ka pas kritik dhe nga ana indiane, por ashtu si e qeveria belge është duke thënë, duket se ka trequr gjithë vëmendjen e komunitetit botëror, përfshirë ku qeverinë indiane, siç e përmenda qeverinë kineze, që ky hapi i Evropës do të shkaktojë tërësisht
ndërprerjen totale të besueshmërisë së Evropës në fushën e bankave, në fushën e financave të tjera nga këto tregje. Rusia duket se këtë po kërkon, pasi dhe India ka rezerva në Evropë, dhe Kina ka rezerva në Evropë. Dhe nëse ato të gjitha i tërheqin parat, sistemi financiar evropian do të lëkuhet fort. Dhe kjo do të jetë pjesë e përgjigjes ruse, që ata kanë paraemëruar gjithmonë, nëse atë do na preken, atëherë do të jemi vetëm ne që do të japim një përgjigje. Përgjigjja ka qenë shumë e fortë dhe shumë e papërgjyeshme dhe shumë impaktuese në Evropë. Qartë. Pasi është ilegale. Dhe Banka Evropiane vetë ka thënë që është ilegale. Qartë. Mirë, Eliano Suntë. Kjo faktimi i aleancës ruse-indiane nuk është thjesht për marrëveshje bilaterale, siç e tham. Qartë. Është një përgjigje fort diplomatike kundër perëndimit dhe gjithë tendencave që sot përfaqësojnë në perëndim.